Katër pacientët e lënduar në zjarrin në Koçan që po trajtohen jashtë vendit e për të cilët dje u tha se janë në gjendje kritike, sot janë në gjendje më të mirë. Bëri të ditur Ministri i Shëndetësisë Arben Tarabari. Ai po ashtu njoftoi se deri nesër do të zvogëlohet në 99 numri i pacientëve që po mjekohen jashtë shtetit. Në spitalet e Shkupit mjekohen 24 pacient, prej të cilëve 7 janë në qendrën klinike, 8 në spitalin e vjetër të qytetit, në spitalin 8 shtatori, 6 në spitalin e vjetër të qytetit dhe 3 privat pacient që shërohen në klinikat private. Do me thëmë, prej 24 pacientve, 9 sot do të lishohen në shërim shtëpiak. Do me thëmë, nesër në spitalit përgjithësi në Shkup do të mbeten vetëm 15 pacient. Gjithë sejt pacient që shërohen jashtë shtetit janë 108 sot, prej cilëve 8 janë paralajmëruar se kthehen, 2 prej Belgjike, 2 prej Austrie, 2 prej Kroacie dhe 2 prej Turqie, dhe një pacient që shërohet në Suedi tashmë është në mjekim shtëpiak, po qëndron edhe disa ditë atje derisa të kthehet. Ata që tashmë janë lëshuar në shtëpi janë në gjendje të mirë shëndetësore, tregoi drejtori i klinikës së toksikologjisë Anton Çibishjev. Значи, кај нас имаше двајца пациенти кои иницијално беа примени уште првиот или вториот ден. Беа стабилни, меѓутоа се уште не бевме до крај задоволни од референтноста на иследувањата кои што во меѓувреме ги правевме. Вчера вечер дојдоа кај нас 4 пациенти кои што се вратија од Шпанија. Веднаш беа обсервирани на клиника Сите четворица, прегледани од токсиколог, од конзилиарен анестезиолог и од конзилиарен психијатар. Сите добија нешто терапија. Денеска на визита повторно ги видовме, во меѓувреме земавме и токсиколошки анализи повторно и лабораториски анализи. Drejtoresha e klinikës për kirurgji plastike dhe rekonstruktive Jasmina Gjorgjevska-Pavlovska tha se në spitalin e Koçanit janë duke u dërguar ekipe për pacientët që janë me digje më të lehtë me qëllim që të mos udhtojnë deri në kryeqytet. Наша цел е тие што се полесните, значи со помал степен на изгореници, да ги префрлиме да не доаѓаат на 2-3 дена во Скопје, него да може таму да доаѓаат на приврски и да не се потребни толку многу материјали и инструментариум за нивно решавање. Pavlovska po ashtu apeloi që pacientët të mos përdorin kreme për djegje që po shiten në rrjetet sociale sepse nuk dihet origjina e tyre.